Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se kryeministri Edi Rama dhe zyrtare ministrat të tij kanë lidhje me narkotrafikantët e Arubas. Ai tha se në vitin 2019 ata kanë udhëtuar drejt këtij vendi me charter, dhe sharsoi se ata kanë lidhje me këta organizata terroriste. Dhe agjensitë të tjera, po unë citoj këto sepse kanë dalë në procese gjyqësore, prandaj edhe i citoj, nuk jam i autorizuar të citoj agjensi që nuk kanë bërë njoftim se disponojnë dosjen Aruba. Pra, si që shifni, ne kemi një kryeministër dhe një kabinet që është bashkëpunëtor i ngushtë i atyre që sot janë shpallur organizata terroriste, narkoterroriste ndërkombëtare. Edi Rama dhe ministrat e tij janë të vetmit në Europë, janë të njëjtë me ata të Venezuelës, me Maduron, të cilët kanë bashkëpunim të ngushtë me organizatat narkoterroriste të drogës. Për shqiptar dhe qytetar shqiptar kjo është një mënyrë. Kur organizatat terroriste, narkoterroriste, detyrojnë ministrat dhe me përqinin më të lartë vetë Edi Ramën, i cili se mohon dot se nuk ka qenë në Aruba, i kam shtruar pyetjen disa herë në parlament dhe nuk kanë mohua asnjëherë udhëtimin e tij në Aruba. Pra, shqiptarët kanë në krye një organizatë kriminale me mandate parlamenti, me dekrete presidenciale për ministra, por që zhvillojnë takime me organizatat narkoterroriste të Amerikës Latine. Kjo është një lajm për të cilin Partia Demokratike do bëj gjithçka. Do kërkoj nga vendet partnerë dosjen Aruba, ne do ta dërgojmë në të gjitha institucionet ndërkombëtare dhe vendet partnere. Edi Rama ka mbrojtësit e tij në aktivitetin e tij narkoterrorist, jo vetëm shqiptar, por dhe ndërkombëtar. Por kjo në mënyrë absolute, vetëm sa na imponon ne të jemi më këmbgulës në përballjen me këtë veprimtari të tmerrshme kriminale, e cila pasqyrohet në dy drejtime themelore: në shtrimin e zgjedhjeve në farsë elektorale, në shkatrimin e euros dhe ekonomisë shqiptare eksporteve, zëvendësimin e saj me narko-euro dhe kullat e drogës dhe të korrupsionit. Pra, shkrimi botur në këtë libër, që ka dalë këto ditë në Romë, qartëson
se marrëveshja ishte për Syrin apo malin e Tiranës. Të kesh në kryet ekzekutivit një kriminal si ky, që bën marrëveshje me organizata terroriste, dëshmon se ky është një sklav i tyre. Ky është njëri rrezikshëm. Çdo minutë, çdo orë, çdo ditë që qëndron në pushtet, jo vetëm për Shqipërinë, por për rajonin, për Europën dhe botën. A ka lidhje anullimi vizitës tij në Shtetet Bashkuara me këto lidhje? Nuk e di. Nuk mund të them. Por ajo që mund të them është se Edi Rama pas Maduros sot është i vetmi kryeministër i dokumentuar me lidhje direkte me organizatat narkoterroriste shqiptare dhe botërore.